Andaj Allah xhallahu ala qëkat, inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dëgjimi i ti, shikimi i ti, wal fuad, dhe zemra. Nëse këto dyja ka qenë porta, këtu ka qenë derdhja, këto të trijat, njëri ka umpit për to. Pse s'ka thonë për shembull Allah për komën e për dorën? Jo nga sa ato lëvizin mbas synit, ato lëvizin mbas veshit, ato lëvizin. Do nuk lëvizin pa kur gjë, apo. Andaj sheh, ec, dëgjon, lëviz, prek e kështu me radhë. Dhe gjitha këto i merr zemra dhe pastaj i përpunon në veprim, në vendimarrje, nga se vendimarrja është ku? Mbrana në zemër. Po kush ja gatun vendimarrjen e zemrës? Shikimi dhe dëgjimi atë. Shikimi dhe dëgjimi. Prandaj Ibn Qayyim rahimullah shikoj sa bukur e ka lidh këtë temë kur flet për uljen e shikimit ka shit të ndaluarës, haramit. Mos më shikon haram. Thot edhe kjo kemi thënë këtë vëzhgë më herët. Kur një urdhën i caktuar, një temë e caktuar, ndalesë e caktuar, përmendet veç me një vend Kur'an. Ka do me thënje, është që ka ma specifika, po. Edhe kur përmendet me një vend caktuar, është ende ma specifike. Urdhë për me ullë shikimin, ka mënyrë të thëzën tira jetë, po direkt, kullil mu'minine yaghuddu min absarihim, wa yahfadhu furujahum. Thuaj besimtarëve të ulin shikimin dhe të ruajnë organet gjinitale. Shiko, shikimi, si thëmë, shpijen automatikisht, është i lidhën me pjesën e pa kujdes pastaj në aspektin moral ato. Në cilën sure ka arë ulja shikimit? Në surën Nur, në kaptimin e dritës, e që ka dëmën në vetë, se dritën që ta kap Allahu me shiku, apo, mos e qënë në errësirë, se Nur është me ullë, edhe gjithashtu, thotë Ibn Qayyim rahimahullah, ai që ullë shikim pritë Allahu xhalla xhelaluhu, ja mbush Allah zemrën nur ato. Mbush nur. Prandaj, ai që shikon haram të vëzër, i pamundsohet, i mjegullohet pamja e gjërave të duhura në jetë me sytë e zemrës ato. Nga se i ka mjegulluar sytë e zemrës duke i keq përdor sytë e ballit. Duke i keq përdor sytë e ballit. Andaj më stuj, qëre ka era njërë për shembull, thotë çka ka lidhje, çka ka gale. Pra po them, tema jo nuk është aspekt juridik, haram, i madh, i vogël, me kruh, e papëlqyer, s'po flas çështë juridike. Jo. Unë po vlen çështë të funksionimit. Zemra që funksionon. Zemra mjegullohet. Dhe sa më tepër mjegullohet, apo ngadalësohet ecja, se tutet, s'nec. Apo. Kur ngadalësohet ecja, apo bijem kundërshtim me ato që Allah tha, o sari'u, Allah tha ngutuni, e ti e s'ka dole, si s'guzo më gut, se si t'u pa. Pastaj gjithashtu, nga mjegullimi i tepërt, fillon zemra tash me kërkundim. Normal, njëri kur është i fortë, edhe kur është stabil, a thot, a më bëj dorën pak? A thot, jo s'thot, që është i fortë, quhet vetë. Kur fillon mu dëpsu, mu plak, apo, dikuru që është e vetë, për tash, a më dorën. A thot që është? Edhe zemra, kur është e fortë, kërkush që thot, çka me bo? Ka mja majtë, që është e mirë. Kur të mjegullohet, nis me pyet, çka me bo? I pari që e dëgjon këtë thirrje është nefsi. Thot, kësaj, këto rruga. A kuptove? Nefsi e pret mjegullimin, nga se e din klithmën. Zemra klith, të ka mja majtë, meta ka me shku. Nefsi të djadh, majtë. E nefsi bëhet, apo, udhëzuesi, ai shkopi i të verbën e qietës, apo, bëhet nefsi i ti. E kur nefsi bëhet shkopi, vaj halli për atë zemrë. Dhe se mi janë besira, mos e mjegulla, nëse pa mjegullove, mos e keq përdor se mjegullohet zemrë që përqe se i ka për. Për dajte në vëzër, që ka mos të buk, ka thonë që jetë, po ka thonë të është janë jetë, apo, si e koni për menëm, të kena kryu, për një pike dole, po, të kena pru me spru, për me ecë sukses shumë, me i pa gjitha si duhet, ta kemi dhonë dëgjimin edhe shikimin, apo. Mbaj të pastër ta, e shë rrugën, mbaj të pastër ta, i shë rëzicet, mbaj të pastër ta, i shë pengesat, mbaj të pastër ta, i një misht, i një armisht, mbaj të pastër ta, po i mjegullove, të mjegullohet jetat.